Pandemia ishte një mur gjigant për t'u kaluar për neve. Pse? Në ditën që është mbyllur, themi që u mbyllën shtëpitë, restorantet, bizneset, çdo gjë, porosit tona ran me 90% në xhiron e 2 ditëve. Kishim mbi 120 veta në punë, nuk më kujtohet plus minus, dhe çfarë do bënim? S'kishim më lek, çdo gjë shkoi në zero. Ulëm, diskutuam, i mbajmë dot njerëzit si mbajmë dot, dhe aty filluan ato lëvizjet e shahut, që kur i tregoj tani, duken kështu si të pavërteta, por ula një ditë në zyrë, ka qenë me mbas dite dhe them çfarë do bëj. Çfarë do bëj, sepse mori fund çdo gjë praktikisht. Ikën porosit, s'kish më revenue në zero. Komunikuam me institucionet duke i thënë që duke i treguar modelet në Europë, që i thoshim modeli delivery është lënë hapur në çdo shtet. Është mbyllur çdo gjë, po delivery është hapur, restorantet janë hapur për delivery. Me krenari të plot e them që isha i qartë edhe më kuptuan.